أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالنريمة تكون الله سبحانه وتعالى paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, pasi që afrohet edhe muaji i Ramazanit, desha të flas pak për rëndësinë e Kuranit dhe se si ka qenë ky Kuran apo si ka qenë madhështia e këtij Kuranit dhe si sahabët dhe të parët tanë kanë respektuar këtë Kur'an. Pra si ka çfarë hejbe, çfarë vendi ka pas Kur'ani tek ata dhe krahasimin e kohës së tyre me kohën tonë. Domethënë, si ka qenë rasti i selefëve me këtë apo i të parëve tanë me Kur'anin. Ata këtë Kur'an të Allahut subhanahu wa taala, pra fjalën e Allahut subhanahu wa taala, fillimisht kanë qenë ata të cilët e kanë mësuar dhe e kanë kuptuar që është pjesë dhe është fjalë nga vetë Allahu subhanahu wa taala, pra është diçka hyjnore të cilën Allahu subhanahu wa taala ka zbrit njerëzimit. Dhe për këtë arsye të mëdhejt, të vegjëlit, këtë kanë qenë ata persona të cilat, domethënë, kanë ditë rëndësinë e këtij Kuranit dhe janë munduar që këtë Kuran, fjalën e Allahu subhanahu wa taala, ta shtinë në praktik. Mirë, po ka pas etapa, domethënë, etapa e parë e Kuranit është që muslimani ta bën tadabbur, ta mediton çka thot Allahu subhanahu wa taala në ato fjalë. Pastaj faza e dytë është që atë ta kuptohet ajo, pasi që meditojmë duhet të kuptohet. Pasi që e kuptojmë, vjen faza e cila është faza më e rëndësishme, është futja në praktik të kësaj që ne e kuptojmë nga Kurani. Thot Umar ibn al-Khattab, domethënë prej asaj që madhështisë së Kuranit që e ka, thot inna Allah yarfa'u bi hadha al-Qur'ani aqwaman. Thot Allahu subhanahu wa taala me këtë Kur'an i ngrit popuj, u edau akharin dhe të tjerët i ka poshtruar. Pra ka qenë Kur'ani sebeb që Allahu subhanahu wa taala i ka ngrit popujt. Ne shumë mirë dinë që ka pas raste para se më ardhi Islami te sahabët, domethënë kur ka qenë kohën e xhahiletit, ne shumë mirë dimë që ata kanë bën ndoshta vepra shumë më të këqija se çfarë që bëjmë ne sot. Një prej atyre veprave është vetë, domethënë, idhujtaria. Kanë qenë popuj njerëz të cilët kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala, pra kanë adhuruar puta, të cilat puta ato ndoshta vetë i kanë ndriç. I kanë ndriç pejgurit, disa prej tyre kanë ndriç edhe hurmën, e ka marr hurmën si Zot, kur është ontu e ka hangur Zotin e vet, pas e ka marr hurmën tjetër si Zot. Disa të tjerë ka ndodhur që shkak ka qenë atëherë, domethënë mos më utupru para njerëzve, nëse i ka lind vajz dikujna, më në rat vajzën ose ka varros aty për aty, domethënë kur e ka pa se ka lind vajz gruaja e tij, ose aty për aty ka varros, ose thojnë disa dietar e kanë pritë i bëjë 5-6 vjet, 7 vjet apo me muaj, disa muaj apo disa vjet, pastaj kanë marrë, e kanë vesh me veshje më të mirë, e kanë çuar për një gropës, e ka urdhëruar vajzën e vet ta shef të shiqon tek gropa, pastaj ka shtyë dhe ka mbulu. Domethënë çfarë ka qenë, domethënë fanatizmi dhe ignoranca e përhap në atë kohë, mirë po që ky Islami, që ky Kurani ka ardhur që këto njerëzit i kanë ndryshuar. Domethënë nuk ka qenë problemi, nuk ka qenë përmirësimi se ato njerëzit janë përmirësuar vetë, mirë po ka qenë shkaku i përmirësimit tyne vetë fjala Allahu subhanahu wa taala, pra ka qenë Kurani. Dhe për këtë arsye e përmendëm që Omeri ka treguar shkak i kësaj, domethënë ka qenë se Kurani është ajo i cili ka ngrit ato. Domethënë edhe ka thonë Omeri në fjalën e tij të njohur, Kurani është ajo që na ka ngrit neve. Dhe ai i cili kërkon ngritje përposë me Kuranin, ai do të humbë dhe do të nënçmohet. Gjithashtu transmetohet nga Ebil Ahwas al-Jushami, thotë se ka kaluar një natë në përshtëpijet e sahabëve të asaj kohe dhe kanë dëgjuar se ashtu i ka tingëllu këtij si me qenë vend i bletave, ku ka shumë bleta. Nga ajo që kanë lexuar njerëzit Kur'an, pra kanë lexuar Kur'anin në namaz natë. Atë shumë kanë lexuar shtëpia, domethënë ka qenë praktik, ka qenë diçka shumë e natyrale në atë kohë që njeriu të fal namaz natë. Dhe thot ashtu unë dëgjoj është ajo sikur ajo zëri i bletave, ju ka dëgjuar këtij në veshin e vet. Dhe thot domethënë çka është çështja? Ma balu haulai ya'manun wa kama kanu haulai yakhafun. Çka është çështja e këtyre të cilët domethënë janë të sigurt
çohet natën, lexon Kur'an, nuk tutet prej askujt dhe janë personat e cilët nuk friksohen prej askujt. Pra, si do friksohet një person i cili është i lidhur direkt me Allah subhanahu wa taala? Ne di shumë mirë që i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që vendi apo pozita më afërt mes robit dhe Zotit të tij është kur ai është në sejdë. Pra, si mund të frikohet njeriu i cili është lidh me krijuesin e gjithësisë? Ne di shumë mirë fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, i cili vetëm në fjalë thotë bohu dhe boh. Domethënë vetëm turnon që të fryhet në surr, ndodh kiameti më njëherë. Për këtë arsye, ka thonë ki, domethënë dietari, si është punë e këtij, të cilët janë çka të sigurt dhe as që nuk frikën prej asgjëje. Pastaj gjithashtu Ibn Mesudi thotë inna hadha al-Quran ma'dabullahi faman dakhala fihi fa huwa amin. Thotë kjo Kurani është sikur një gosti, sikur vend gostie nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Kush hyn ato apo kush e merr të, thotë është i mbrojtur, do të jetë i mbrojtur, do të jetë i sigurt. Kjo domethënë është nga ana e Allahut subhanahu wa taala na ka dhëruar si dhurat dhe kush merr me to, kush e praktikon ato, kush e mëson ato, do të jetë i sigurt. Gjithashtu Hasan al-Basri ka treguar dhe thotë inna man kana qablakum ra'u al-Qur'ana rasail min rabbih. Ai i cili ka qenë ata të cilët domethënë Hasan al-Basri fol për njerëz pak më herët se ai. Pse ka qenë për tabiinëve, mirë po ka treguar se ato që ishin para tina e kanë pa Kur'ani sikur mesazh, të cilin e përmend edhe mbrom, sikur mesazh të çdo njëri prej tij. Domethënë, secili ka besuar se Kur'ani është fjalë e Allahut subhanahu wa taala, e cila i drejtohet direkt atij personi. Secili ka marrë për vete dhe nuk ka shiquar se si e kuptojnë tjetër. Thot pastaj fakanu yatatabbarunaha bil-layli, dhe ata gjatë namazit natës, domethënë janë mundu të meditojnë drejt asaj dhe kanë yanfidhunaha bin-nahari, pastaj thotë e kanë shtim praktik gjatë ditës. Domethënë natën qet, s'ka punë, janë zu domethënë në pjesën e tretë natës e kanë marrë, kanë lexuar Kur'an me namaz dhe e kanë medituar Kur'anin, se një pjesë e dietarëve thonë Kur'ani pa meditim domethënë edhe pa edhe pranohet. Leximi i Kur'anit pa meditim. Për këtë arsye e kanë medituar gjatë natës, në sabah në mëngjes e kanë futur në praktik. Kjo ka qenë domethënë kuptimi i parëve tonë ndaj Kur'anit. Dhe për këtë arsye ne shumë mirë se pasi që e kuptojmë, pasi që e meditojmë Kur'anin, pasi Allahu subhanahu wa taala na mundson që ta meditojmë, pasi ta kuptojmë. Pas sa më ne vijon kush pasi praktikimi. Pra atë që e kemi mësuar duhet patjetër ta praktikojmë, sepse Kur'ani nuk ka zbrit për asgjë, nuk ka zbrit kot. Allahu subhanahu wa taala kur ka zbrit Kur'anin, ka zbrit që të jetë udhë rrëfyes për punët tona, qofshin ato private apo publike. Pra Kur'ani është për çdo kohë dhe për çdo vend, dhe është për çdo individ edhe për çdo shoqëri. Kur'ani është domethënë edhe sistem jete shtetërore, edhe sistem jete shtëpiake, domethënë private, individuale. Për këtë arsye, Kur'ani është mesazh të cilin Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për ban njerëzimin që ato ta dinë për rrugën e të cilën duhet me ecë, që mos me pas vështirësi dhe mos me pas pengesa. Pastaj Fudayl ibn Iyad ka treguar thotë hamilul Kur'ani hamilur rayatul Islam. Kjo shumë me interesant fjalë, interesante është. Thotë Fudayl ibn Iyad thotë Kur'ani është ai i cili domethënë është për qëllim hafozat, ai i cili ka Kur'anin domethënë zemrën e tij. Po këtu mundesh me shtirë edhe ata persona të cilët domethënë mbajnë një pjesë të madhe të Kur'anit përmesh. Domethënë ai i cili merret me Kur'an dhe ai i cili edhe flet me ajete, pra ato të cilët edhe bëjnë davet, mundesh mi krahasu me këta. Hafozi i Kur'anit thotë është hafoz, është personi i cili e mban rajetul Islam, mban flamurin e Islamit. Prandaj thotë la yanbaghi, thotë nuk i takon atij të shkojë të loze me njerëzit që lozin. Nuk e takon atij të shkojë të bëjë domethënë të rrihen natën me njerëzit që rrin natën, domethënë me punë të këqija. Nuk i takon atij thotë të shkojë domethënë në për vende të cilat dhe të flet, tash e them, të merr në përgojë domethënë të i bën disa vepra të cilat nuk janë të hijshme. Pse? Sepse ka shkaku thot ta'dhim lil Kur'ani, shkaku sepse ai duhet ta ngrit atë pozitë të cilën e ka domethënë në gjoksin e vet. Pra vet Kur'ani duhet të jetë shkaku i tij i cili nuk bën të hina për shumë vende. Ne di shumë mirë që ndodhen ne hafoza, dalin hafoza të cilët kanë mësuar Kur'anin përmendsh, edhe shohim se ata të cilët janë shkojnë luajnë bixhos apo shkojnë në bare nata, nuk i ka hije. Ki dietari shumë mirë tregon se nuk i ka hije një hafozit apo dikush që ka merret me Kur'an, shkojnë nëpër kësi vende. Ne nuk thonë që nuk bën me lut futboll, nuk bën me lut diçka një herë, dy herë. Është fjala për ata që vazhdimisht i bëjnë këtë punë. Domethënë nuk i gjan njeriu personit i cili merret me Kur'an apo është hafoz, domethënë ka rrit gradën e hafozllokut e di Kur'anin përmendsh, ki tjetë nëpër vende të pahishme, të cilat ne shumë mirë popullata e dinë që janë vende të pahishme. Për këtë arsye domethënë ka thonë që dietari nuk i takon ta bën këtë edhe atë tjetër. Pastaj tregon Bahs ibn Hakimi një rast shumë interesant, thotë
ishim një natë në namazin e sabahut dhe na priu si imam Ebu Hajib el Basri. Kjo që njëri prej kudatëve, prej gjykatësve të Basrës. Thot ki, na dul neve imam dhe duke fal namazin, arriti tek ajeti Allahu subhanahu wa taala ku thot Allahu subhanahu wa taala fa idha nuqira fi an-naqur fa dhalika yawmi idhin asir. Thot dhe kur të frihet të suri, kur të frihet ajo mjeti apo ajo mjetin në të cilën Allahu subhanahu wa taala do të bëjë shkak që ajo në fryrën e saj do të ndodh kiameti, në atë kohë do të thotë Allahu subhanahu wa taala do të jetë ditë e vështirë. Domethënë pasi ndodh kiameti, ajo ditë do të jetë shumë e vështirë. Në këtë çast thotë kur e përfundoi këtë jetë, ra i vdekt. Edhe thotë ki dietari thotë unë isha prej të pranishëve të cilët e kanë mbajtur xhenazën e tij, domethënë e kanë nxjerr prej xhamisë. Domethënë vetëm meditimi i fortë rreth ajeteve të Allahut subhanahu wa taala ka shtyr këto njerëz që vetëm një ajet e ka lexu, u ka trishtuar dhe ka kalon shpirti dhe ka vdek dhe ka ra, domethënë si vdek para Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë edukatën dhe vlerën e madhe që e ka Kurani tek personi i cili e mban ato, apo tek personi i cili e di përmend ato dhe vepron me to. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Amr ibn Salama i ka drejtuar direkt atij dhe pse në shoqërinë e tij ka pas njerëz shumë më të vjetër se ai, ki ka qenë xhalosh i ri. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idhhab fa anta imamu. Shko sepse ti je imam i tyre, domethënë është për qëllim në namaz. Domethënë ti je imam i tyre sepse me moshë është ai vogël. Mi po, vlera e Kuranit dhe madhështia e Kuranit që ja ka dhënë Islami dhe Allahu subhanahu wa taala Kuranit është se ai i cili din më mirë dhe din më shumë përmend, ai nxjerrët imam nuk shiqohet domethënë mosha e atij personi. Pra nëse është një djalosh i cili edhe pse është i vogël me moshë, mi po di Kur'an më shumë përmend që ai di mirë ta lexojë, domethënë është edhe sikusht leximi i Kuranit me texhvid. Nëse dikush është kështu edhe pse ndoshta është më i riu në atë mexhlis, ai ka përparësi sipas Islamit të del imam dhe t'i prin muslimanëve në namaz. Gjithashtu i kena rastin, domethënë edhe të Abdullah ibn Abbasit, i cili Omer radiallahu anhu e ka marrë me vete. Domethënë ka pas si zakon ta merr me vete në mexhliset e të mëdhejve, kur ka bëu domethënë ndonjë mexhlis për ndonjë çështje. Në këtë keni dëgjuar shpesh. Ka pas prej njerëzve pak më të vjetër, prej sahabëve pak më të vjetër, pak më shumë, i ka prek kjo gjë. Se ka pas edhe ndoshta djalin e vet, domethënë të asaj moshe, ka dashur edhe ndoshta ta merr djalin e vet. Mirë po, dhe këtë ka dallu. Omeri ka dallu se këtu diçka nuk ka diçka në rregull, domethënë e ka pa në fytyrat e tyre që këtij nuk vjen mirë pse ki ta merr këtë djalin e vogël në përmexhisin e burrave, domethënë çka janë burrat e mëdhej të prej sahabëve. Dhe atëherë një ditë prej ditëve thotë e nthiri, Abdullah Abbasi tregon se thotë nthiri dhe u tha pranishmëve atij, duke qenë ki prezent, tha çka thoni për surën Idha jaa nasrullahi wal fath. Pra surën an-Nasr, çka thoni? E ka nisë domethënë një pjesë prej sahabëve, kanë thënë domethënë kur të vijë ndihma e Allahut, domethënë kur edhe çlirimi, atëherë kur ti shohësh edhe njerëzit, domethënë ka komentuar direkt, domethënë bukfalisht si janë ajetet e Allahut subhanuhu teala, dhe kur ti shohësh njerëzit duke i grupe në fenë Allahut, atëherë ti ktheu Allahut subhanuhu teala dhe bën istighfar dhe falenderoj Allahun subhanuhu teala. Thjesht. I ka thënë Abdullah Abbasit, a e kupton edhe ti kështu? Domethënë ka dashur të kallëzoj prezant aty në sahabët vjetër që ka qenë prezant, dallimi se pse ki e merr Abdullah ibn Abbasin me vete dhe ti arsyetohet aty në sepse ki e ka provuar atë në mexhisin e tyre. Edhe Abdullah ibn Abbasi kur e tregon këtë hadith thotë e disha pse më ka marrë me vete. Domethënë disha që më ka marrë me vete tu kallëzoj aty në arsyen se ai mua më merr me vete në praninë të mëdhëve. Atëri thotë o Abdullah, a mendon ti si këto që i komentuan apo mendon ti ndryshe? Thotë jo, Allah i thotë unë e komentoj se këto janë lajme nga ana e Allahut subhanahu wa taala se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur fundi. Domethënë janë lajme me këtë sure Allahu subhanahu wa taala ka treguar të dërguarit të tij pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ty të ka ardhur fundi, domethënë i afër fundit, ai afër vdekjes, prandaj ti falenderoj Allahu subhanahu wa taala dhe kërko falje për ti. Dhe njëkohësisht edhe Aisha transmeton thotë prej zbritjes së kësaj sure, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë e ka shtuar istighfarin dhe shumë e ka shtuar domethënë përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye ne e shohim me histori, e shohim qartë se tek selefët, domethënë tek parët tanë e kena pa se ato i kanë dhënë rëndësi të madhe ku i Kuranit. Dhe Kurani ka qenë esaz, domethënë ka qenë shtyllë e veprave tyre, ka qenë shtyllë i cili ka mbajtur gjallë ata. Domethënë Kurani ka qenë ai libër apo fjalë e Allahut subhanahu wa taala e cila domethënë ata i kanë mbajtur gjallë, domethënë zemrat e tyre dhe veprat e tyre kanë mbajtur gjallë kush Kurani, amën jo vetëm si Kur'an, mirë po meditimi rreth tij dhe praktikimi i tij. Dhe për këtë arsye kur ta bëjmë një krahasim ne tash, a ka ndryshuar Kurani apo njerëzit kanë ndryshuar kësaj kohe? Padyshim domethënë e dim shumë mirë që Kurani nuk ndryshon, sepse Allahu subhanahu wa taala
e ka rujt Kur'anin dhe e ka mbrojt ato që mos ndryshohet, domethënë asnjë harf, asnjë hareke, domethënë asnjë fetha, asnjë kesra. Dhe për këtë arsye asnjë shkronjë, domethënë, dhe për këtë arsye e dim shumë mirë që problemi është te ne, nuk është te Kur'ani, pra Kur'ani është çaj çka është. Problemi është te ne se te ne ka rajë vlera dhe pozita që ka Kur'ani tek zemrat tona. Dhe për këtë arsye ne si muslimanë duhet patjetër t'ia kthejmë, nëse dojmë rezultate, nëse dojmë domethënë përparim fetar dhe përparim edhe dynjos nëpërmjet Kuranit, duhet patjetër t'i kthejmë në Kur'anin dhe të meditojmë rreth tij, jo ta lexojmë vetëm kështu shkeleshko. Bile më e keq është ka është ne, ka vllazëni të cilët janë të udhëzuar, ka vllazëni të cilët kanë ndoshta moshë të lartë dhe janë domethënë janë vjetërsuar, edhe në këtë kohë nuk e din leximin e Kuranit. Për këtë arsye, si këshill është që njeriu kur të udhëzohet ta praktikon domethënë ato që kanë praktikuar të parët tanë, pra që kanë praktikuar sahabët, fillimisht kur u shëllzu kanë nisë të mësojë Kur'anin, pra kanë nisë të mësojë leximin e Kuranit. Kjo është detyrë jona, sepse tash vjen Ramazani, e përmendën që Ramazani është afër. Ibadeti më i mirë në Ramazan se Kur'an, leximi i Kuranit nuk ka. Dietarët e mëdhej, domethënë Imam Shafii dhe dietarë tjerë i kanë mshël librat e dijes, i kanë mshël fikun, i kanë mshël tefsirin, i kanë mshël këtë librat, i është kthy librit e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse ibadet më i mirë se në Ramazan se sa ky leximi i Kuranit nuk ka. Për këtë arsye tash vjen Ramazani, vllazni ka që nuk din të lexojnë Kur'an. Do të thonë ka hik një vit edhe ky Ramazan do të hiki. Prandaj ne të bëjmë një jetë, nëse jo këtë Ramazan, bëjmë deri Ramazanin tjetër të mundsohet dhe të mundohen të bëjnë një plan programi në të cilin do të mësojnë shkronjat, në të cilin do të mësojnë leximin e Kuranit, pastaj më vonë do të mësojnë edhe tajvidin se si lexohet Kurani me tajvid. Për këtë arsye, është mbarë për një musliman ti vjen Kurani atij, ti vjen muaji Ramazanit atij, domethënë ti vjen muaji Ramazanit dhe ai nuk di si ta adhurojë Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj përveç se me taravih. Domethënë gjatë gjithë ditës din çka të bëjë përveç se vjen koha e taravihs edhe ai mundohet që me çat taravih domethënë ta kalojë Kur'an, ta kalojë Ramazanin vetëm me një taravih, ndërsa ka mundësi që të bën hatme, ka mundësi ne di shumë mirë se vlera e Kur'anit është leximi një shkronjës ka dhe cevape. Do të një shkronjë, vetëm t'ia bësh i ka dhe cevape. Bëja sa për shembull që kjo sevap i madh mos ta kesh mundësi dhe mos të jetë në dorën e një muslimani i cili domethënë ndoshta fal namaz një kohë të gjatë, mirë po nuk e ka detyruar veten e vet që të mëson leximin e Kuranit. Për këtë arsye, për ta kthyr këtë, domethënë për ta kthyr atë vlerën e lartë që ka Kurani në zemrat tona, duhet patjetër domethënë prej shkaqeve kryesore, domethënë do ta përmend vetëm në një shkak. Shkaku i kryesor që neve Allahu subhanahu wa taala të na lehtëson dhe të na bën që të kthehena Kuranit dhe ta kthejmë atë vlerën e lartë që ka Kurani në zemrat tona, shkaku kryesor është të kthehemi dhe ta bindim vetet tonë se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pra ta kuptojmë hakikën, ta kuptojmë të vërtetësinë e Kuranit, pra ta kuptojmë se çka ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kuran është e vërtetë. Çdo sen, çdo fjalë që Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur Kur'an ta besojmë 100% pa asnjë dyshim. Edhe përmend disa prej tyre është domethënë prej disa ajete të cilat e kanë përmendur dietarët ku flasin rreth kësaj, thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kjo është rregull. Sot tani mi vjen domethënë asnjëherë nuk ndryshon. Ai i cili ja kthen shpinën përmendjes së Allahut dhe Kur'anit, ai do ta ketë jetën e ngushtë. Këtë menja rregull. Personi i cili ja ka kthy shpinën Kur'anit dhe përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, ta dini se Allahu ka garantuar atij një jetë të ngushtë. Pastaj dim shumë mirë që Allahu subhanahu wa taala thotë, domethënë, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Më duhet që namazi, këtë menja rregull, namazi të largon prej punëve të këqija, prej domethënë prej zinaz dhe amoralitetit. Ky ajet është fjalë e Allahut subhanahu wa taala. Pra e dim shumë mirë që është fjalë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe është e vërtetë 100% pa asnjë dyshim. Domethënë se dona ne të largona prej sendeve të këqija, dona të largona prej veseve të këqija, falu namaz. Filloj me namaz, shumë thjeshta. Domethënë është diçka e garantuar nga vet krijuesi i gjithësisë. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, namazi të largon prej këtij punëve të këqija. Pra do të largohesh prej punëve të këqija, nis fal namaz. Pra këto janë ajetet të cilat na tregojnë neve që Allahu subhanahu wa taala i ka bërë rregull derisa të shkatërrohet ky dinjë, është kjo rregull dhe duhet ne çka ta vërtetojmë në zemrat tona dhe ta besojmë ato padyshim. Pastaj thotë in tansurullah yansurku. Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allah do t'ju ndihmon juve. Çka është, domethënë, nëse ju e ndihmoni fenë Allahu subhanahu wa taala, Allah do t'ju ndihmon juve. Kjo qartë është rregull, nuk ndryshon asnjëherë. Jep ti për Islam, bën ti davet, jep domethënë lëmosh për Islam, jep punë për Islam, jep fjalë, bën davet. Kallzova, tregova njerëzve Islamin, Allahu subhanahu wa taala do të ndihmon ti. Thjesht, kjo është domethënë rregull që Allahu subhanahu wa taala e ka treguar dhe nuk ndryshon kjo. Prandaj është kështu e kanë kuptuar sahabët dhe e kanë kuptuar domethënë të parë tan,
çka ka ardhur prej anës Allahu subhanahu wa taala, ato e kanë vërtetuar dhe e kanë kuptuar dhe nuk kanë pas pikë dyshimin tonë. Prandaj ne kanë pas sukses shumë. Të ne lexojmë formalisht. Nuk meditojmë, nuk e shohim se është mesazh nga ana e Allahut subhanahu wa taala dhe duhet të futet në praktik, duhet të futet në sistemin tonë. Nuk është vetëm adhurim, vetëm të lexojmë një shkronjë dhe cevape dhe mjafton me kaq. Jo, ai duhet të futet në praktik. Pastaj Allahu subhanahu wa taala domethënë përmend fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Edhe kjo është rregull. Thot pasha Zotin ton, thot nuk do të besojnë, domethënë ka lidhje me besimin, nuk do të besojnë derisa ata të marrin dy si gjykatës. Domethënë, nëse kena edhe një problem mes vete, mes neve. Mas mirë ti atë e kush na tregon Kurani edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë, mas mirë atë problem mes neve e zgjedh kush Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pra nëse kena edhe një polemikë mes veti, kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala dhe te i dërguari i tij. Këtë çështje, këtë kthimin tek i dërguari, Allahu subhanahu wa taala ka lidhur me besim. Domethënë nuk besoni se nuk ktheheni tek ai. Gjithashtu ka përmend domethënë inna Allaha la yughayyiru, kjo domethënë përmendin shumë hoxhallarë dhe është edhe kjo rregull i cili nuk ndryshon asnjëherë. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu subhanahu nuk e ndryshon gjendjen e një popullit, përderisa nuk e ndryshon ato vetet e tyre. Pra nuk duhet të presim ne, për shembull, ne na musliman, falim namaz elhamdulillah, mirë po ka shumë sende nuk i bëjmë. E tash thona pse ja musliman filan vendi shumë aty pasjell, shumë filan musliman atje shumë keq. Si mos ndryshoj unë vet, nuk duhet me prit atje. Domethënë si mos ta bëj unë ndryshimin rëndësor për vetes teme, pastaj familjes teme të afërt, nuk duhet presim në qetit të përmirësohet. Sepse ai ka galën e vet. Unë duhet ne ta përmirësoj veten, familjen time, pastaj do përmirësohen këtë. Domethënë përmirësimi i shoqëria përbot prej individave. Secili individ sikur përmirësohet shoqëria. Shumë thjeshtë, kjo matematikë thjesht. Allahu na ka garantuar, nëse nuk e ndryshoni veten tuaj, Allahu subhanahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli. Prandaj ndodhin këto që ndodhin nëpër dynjë. Pastaj ka përmend edhe këtë fundit, ka përmend dietarët, domethënë si ajeti i cili duhet neve të na gëzon. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Len yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila." Allahu subhanahu wa taala besimtarëve të drejtë, sinqert, domethënë nuk u jep kafirave rrugë me të cilat do t'i fitojnë apo do t'i mundin besimtarët. Domethënë nuk ka shansa. Ama këto është për çim besimtarë, el mu'minin, domethënë besimtarët që i besojnë Allahu subhanahu wa taala drejt si duhet, nuk e le Allahu subhanahu wa taala që besimtarët binë në dorën e kafirëve apo ti mundin kafirat ata. Kjo rregull nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj këto që i lexojmë duhet ta kuptojmë që Kurani është udhërrëfyes dhe çdo gjë që ngjitet në to është e vërtetë dhe duhet ta kuptojmë si të vërtetë, do të me plot bindje. Se ne e dim, thonë është vërtet, me pisi cili prej neve që thotë po, kjo fjalë e Allahut subhanahu wa taala është dhe është 100% hak dhe nuk ka dyshim të. Mirë po, a është kjo realiteti në zemrat tona? Nuk është. Kjo dallim domethënë. A është kjo realiteti në praktikën tonë? A dëshmojmë këtë me praktikë apo jo? Pra për këtë arsye lutim Allahun subhanahu wa taala që të na lehtëson mësimin e Kuranit, meditimin rreth tij dhe praktikimin e tij në veprat tona. Gjithashtu lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundson që këtë Ramazan ta kalojmë domethënë sa më mirë në ibadet, duke bëj ibadet Allahu subhanahu wa taala. Lutim Allahu subhanahu wa taala që ky Ramazan të jetë shlyes ndaj mëkateve tona, që të jenë domethënë njerëz të cilët, sepse e dini shumë nëse njeriu domethënë i largon dhe i falën gjinat, aty rritet edhe imani. Me rritjen e imanit pastaj mund edhe të përparon, mund edhe të vazhdon dhe të ngrit gradat e tij në xhenet. Dhe për këtë arsye lutim Allahu subhanahu wa taala që këtë Ramazan ta kalojmë sa më mirë. Gjithashtu lutim Allahu subhanahu wa taala që si na ka bashkuar në këtë vend, të na bashkon edhe në xhenet të vendos. Gjithashtu lutim Allahu subhanahu wa taala që fjalët e cilat i dëgjojmë të na bëjnë dobi. Gjithashtu lutim Allahu subhanahu wa taala që të ndëgjojmë vetëm ato që është e dobishme dhe të flasim vetëm ato që është e dobishme. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma bani Allah vazi, ndoshta të provoj.